Forca të shumta operacionale mbastisën një prej lokaleve të ish bllokut, në të cilën kokaina dhe kanabis sativa shërbeshin si kafe normale. Me urdhër ekzekutivi të firmosur nga gjykata e Tiranës, Blut e Tiranës gjetën drogë dhe armë nëpër çantat marrësup të disa personave në operacionin Blok 33. Në total urdhëruan 33 arreste, ndërsa policia nisi të burgos 25 prej tyre, njëri prej të cilëve në masën arrest shtëpie. Ndërkohë po punohet për gjetjen dhe arrestimin e 8 të mbeturve, tashmë në kërkim. Grupet kriminale shpërndanin dhe shisin drogën në lokalet më të famshme në zonën e ish bllokut, të elitës dhe shkollës së bashkuar. Në mesin e të arrestuarve kam bankier dhe kamarier, pasi dyshohet se ishin të përfshirë në aktivitetin e palishëm. Klientët ishin persona VIP dhe frekuentuesit e jetës së natës. Gjatë kontrolleve të kryer së fundmi u gjetën dhe sekuestruar 1 kg me 964 gram kokainë, 450 gram heroin, 2 pistoleta, 29 celular, 6 automjete dhe 4 peshore elektronike dhe shumë të konsiderueshme parash. Më herët, gjatë hetimeve disa mujore, janë paragosur edhe 9 të tjerë duke hetruar në 42 numrin në total të personave të hetuar dhe 85 kg të kanabisit të sekuestruar.